Sot do të flas për emocionet. Emocionet janë energji në lëvizje dhe gjithmonë na tregojnë në trupin tonë, ndërmjet ëndrave të ndryshme, ndërmjet ngjarjeve të ndryshme, ku kemi ne trauma dhe frika të fshehura. Dhe këtu dua t'ju them që frika më e madhe e njerëzimit, por sidomos në shqiptarët, e kemi frikën e vdekjes, frikën e braktisjes, mos braktis dikë dhe braktis veten, dhe frika e vetmisë, dhe nuk braktisim të tjerët sepse kemi frikë të qëndrojmë në vetmi. Dhe këto janë njerëzore, por shpirti nuk ka nevojë për asnjë frikë. Prandaj, ktheu tek vetja dhe mundesh të lirosh të gjitha këto frika trauma ndërmjet një terapie private, akoma në qoftë se dëshiron, dhe shpeshherë në qoftë se nuk ke mundësi, kemi dhe në Shqipëri atë margaritarin më të madh, simbolin e mrekullive, terapi, metodë lirimi, shërimi nga fobitë dhe nga frikrat që ka shpirti jot. Është një metodë që kushton libri vetëm 12 euro, do ta gjini në Kosovë, në Shqipëri, kudo që ju të jeni dhe në tërë botën, në botimet Living mund ta porosisni ndërmjet rrjeteve sociale të botimeve Living dhe t'ju vi atje ku ju jeni. Dhe mund të punoni me këto frikrat akoma dhe në qoftë se si ndjeni në shpirt. Do t'ja u dhe si libër që ta shikoni më mirë dhe ku do ta gjini. Kjo është kopertina e librit Simboli mrekullive me Rita Cake, mund ta kërkoni dhe botimet Living. Akoma dhe kopertina ka të për ata që mund të kuptojnë dhe të bëjnë lidhjen, është shumë e rëndësishme, sepse kjo figura që shikoni është e universit dhe e shndërrimit të çdo gjëje. Mund ta gjini nga botimet Living, siç e shikoni, dhe çmimi është vetëm 120 lek të vjetra shqiptare. Në të njëjtën, simboli i mrekullive që e quajmë është infiniti, po në këmbë, dhe siç e shikoni, është një figurë të një personi këtu që hyn drita dhe majtas djathtas dhe nga lart poshtë. Domethënë, dhe e shpjegohet në libër si mund ta përdorësh për çdo frikë. Këtu shikoni që çfarë pikërisht bëj unë si terapiste, mentore, shkrimtare, për shumë libra që kanë të bëjnë me vetë zhvillimin dhe vetë zgjimin tuaj. Për unë dua t'ju them që për çdo gjë ka zgjidhje. Dhe këtu e keni prapë në faqen e parë që mund ta shikoni, dhe mos harroni që zgjidhja e çdo problemi të ti, sepse shpirti jot ka ardhur këtu të bëj një evolim në shpirtin e tij. Nuk erdhëm të mbijetojmë, po të jetojmë. Prandaj mëso mënyrën se si të jetosh. Për të gjithë juve që e keni librin ose do ta porositni, ta keni në shtëpinë tuaj, përmban 83 frikra dhe fobi më kryesoret, po do t'ju këshillonja të filloni me frikën e braktisjes dhe frikën e vetmisë dhe frikën e vdekjes. Janë frikrat më kryesore që ti mund të punosh. Dhe e tregojmë këtu shigjetat si do ta bësh këtë shenjën, simbolin e mrekullive të trupi jot duke ndërruar. Gjithçka e keni këtu brenda, e kam shpjeguar dhe si ka ardhur. Ky libër është shkruar nga kanali që kam komunikim me lart, si përdoret, ku do të ndihmojë dhe të gjitha hapat që mund të ndjekësh, gjithçka. Dhe ku do të ndihmoj, pse mund të ndihmoj dhe ku. Dhe shikoni të zgjidhni. Ka dhe mënyra të tjera, do të thënë kemi dhe në frika e suksesit, është e para e të parave, sepse ne bllokojmë veten tonë, prapë këtu ka të bëjë me braktisjen, se në qoftë se unë jam i suksesshëm dhe prindërit e mi nuk kanë qenë, atëherë unë në çfarë bëj? Bëj sabotazh vetes time, që të mos kem sukses, pavarësisht se kam arritur diku, që të mos shkëputem nga ata.
Për gjithçka tjetër jam këtu të të ndihmoj ndërmjet terapive në grupe, personale, në analizën e artës të shpirtit të kontratës, pse erdhe, çfarë erdhe të bësh dhe ku do shkosh, në terapi në grupe çdo të ente private, për të gjithë juve që nuk keni mundësi financiare dhe shumë e shumë video që bëhen dhe janë për zgjimin tënd. Gjithashtu, vi dhe në Tiranë për grupe dhe për fjalime për zgjimin e njerëzve, falas, punojmë me kompani, me biznese të ndryshme, ka zgjidhje për çdo gjë dhe këtë e them dhe tek libri. Ka zgjidhje për çdo çështje nëse ne jemi gati për këtë. Dhe jam këtu për të të thënë, nëse je gati, mund të më shkruash një mesazh tek telefoni 0030 699 321 46 37 në Viber, WhatsApp dhe Telegram. Të dua shumë, shpërndaj të lutem këtë video, të t'jem mirënjohëse dhe komento cila është frika jote më e madhe që e ke kuptuar, por gjithashtu ka frikat të nëndërgjegjes që nuk e kuptojmë. Ju dua shumë, ju falenderoj. Më ndiqni për video të tjera.